Kemi në bisedë me Franc Nurin, profesoresin e KQZ e Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Si po shkon ky proces në një kohë që shohim që vetë kryekomisioneri Celibashi për profesorësit e PD-s, PS-s kanë shpesh takime për ta maksimizuar mund të themi të gjithë procesin dhe për të nxjerrë ato probleme që nuk shkojnë dhe për të mos i patur në procesin e votës së diasporës, që në fakt duhet theksuar se ka shumë teknikalitete që qytetarët mbase nuk janë informuar. Po, është e vërtet që ka shumë teknikalitete, Alba, është një proces i tërë, KQZ-ja funksionon si një institucion qendror që ka një staf të jashtëzakonshëm në numër dhe në kapacitete, që do të thotë procesi është shumë teknik. Ne si përfaqësues të Partisë Demokratike, po dhe përfaqësuesit e partive tjera janë angazhuar aty jo prej ditësh, por prej muajsh për këtë proces zgjedhor të 11 majit. E kemi filluar punën që në muajin shtator, tetor, e me radhë kur erdhën draftet e para që do përgatitej vota e diasporës, meqense ishte edhe hera e parë. Tani këtë javë jam miratuar edhe teknikalitetet e fundit, siç ishte vendi ku do të administrohen dhe ku do të numërohen vota nga diaspora, që kërkonte kapacitete dhe hapësira logjistike që vetë institucioni i KQZ-s nuk i dispononte në qendër të Tiranës, kështu që është si është proceduar, si është penduar? Është vënë në dispozicion me vendim tashmë parku, po themi, olimpik, si quhet Fetiborova, do të jetë ambientet atje që janë ambientet përshtatshme për një numër të konsiderueshëm tavolinash votimi, do të numërimi në këtë rast, dhe do të vinë votat dhe aty do të hapen, aty do të përpunohen, do të numërohen në transparencë, dhe ne si opozitë dhe si Parti Demokratike kemi kërkuar që aktet kur janë miratuar ne të kishte reflektim të komenteve tona dhe të sugjerimeve dhe të vërtetave tona. Ka pas jo dakordësi mes palëve, paktën për mbërritjen e votës së diasporës, për mënyrën se si do të numërohen, se sa komisioner do të ketë, përfaqësuesit e gjithë kampeve politike që do të ndjekin në vimësi deri në votën e fundit. Po, pikërisht ka patur momente të caktuara ku patjetër që ka pasur mos dakordësi dhe kanë pasur dhe drafte me pozicione të ndryshme. Nga ajo që është e rëndësishme është që sot kemi arritur në një draft të dakordsuar, sepse janë reflektuar pikërisht komente që ka patur Partia Demokratike dhe opozita. Madje dhe, po ju jap një detaj të vogël, dje unë në mbledhjen e orës 10 në KQZ ngrita dhe një detaj fare të vogël për sa i përket dhe vulës, që dhe emërtimi i vulës në lidhje me votën nga diaspora të shnohej në një mënyrë dhe jo në një mënyrë tjetër, dhe ajo u pranua po ashtu pas një vërejtje nga komisioneri i shtetorit të zgjedhjeve zoti Celibashi. Përpos kësaj, kjo është një detaj simbolik, përpos kësaj ne kemi kërkuar elemente garancie shtesë. Që janë? Për shembull, KQZ-ja në fillim po mendonte që vota nga diaspora do të administrohej me staf të saj, vetëm me staf të saj, dhe nuk do të kishte, po themi, përfaqësues apo vëzhgues. Ju nuk ishit dakord për shkak se mund të kishte hapësirë për manipulim? Nuk duhet dalë deri tek hapësira për manipulim, por është ai meraku që ne duhet jemi aty prezent dhe të si parti politike dhe si subjekte zgjedhore të kemi sytë tanë aty për të monitoruar dhe vëzhguar çdo gjë nga fillimi deri në fund. Nga gjithë kampet politike? Këtë na e kërkon elektorati jon, dhe jo vetëm kjo, po e kërkon kodi. Kodi zgjedhor, fryma e kodit zgjedhor është e tillë që kudo në Shqipëri, ku votojmë dhe ne këtu, dhe do të votojmë 11 maj, në qendrat e votimit ka një balancë politike. Për votën nga diaspora, duke qenë se ishte një risi, nuk mund të bëhej tashmë një gjë komplet ndryshe, totalisht ndryshe, pa respektuar atë kontrollin e balancën, check and balance. Pra këtë kemi kërkuar edhe ne, që të jemi aty prezent, dhe jo vetëm kaq, përfaqësuesit tanë në KQZ në të gjitha nivelet kanë kërkuar përpara pak ditësh kur erdhi misioni i OSBE Odirit dhe delegacionet e tjera europiane për vëzhgimin e zgjedhjeve, kanë kërkuar që të jenë pikërisht prezent ata të huajt dhe ndërkombëtarët në monitorimin e procesit së ardhjes fletëve të votimit që nga pika 1, pra që nga dita kur do vinë fletët e votimit, nga një moment derisa ato të vinë dhe të përcillen në KQZ, të administrohen, të ruhen, pra kemi kërkuar dhe monitorim dhe vëzhgim ndërkombëtar. Ka patur momente që ju keni kërkuar detaj si çështja e vulës, apo edhe sa i përket komisionerëve në rang, mund të themi kombëtar, apo pika të tjera që ju keni kërkuar, por që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka patur një dakordsi për shkak se pala tjetër, kryesisht pala socialiste, nuk ka qenë, mund të themi, e gatshme për të bërë atë ndryshim apo për të ezauruar kërkesën tuaj? Po, ka patur dhe kërkesa tona që nuk janë dakordsuar.
dihet që kemi thënë dhe përpara kur ishte puna për regjistrimin e diasporës dhe mundësinë e dhënies drejtës votës, po themi diasporës nëpërmjet regjistrimit platformën PER, Partia Demokratike ka kërkuar që të njihet e drejta e regjistrimit edhe me pasaporta amerikane, europiane e me radhë. Madje shkuam përtej kësaj, propozimin e formuluam në kodin